Përshëndetje shikues të televizionit Syri Vision, në vazhdim njoftoj të ndiqni një intervistë me profesorin Yahya Koka. Me të do të flasim për planetariumin dhe observatoriumin e parë shqiptar i cili po ndërtohet këtu në kodrën e Çabratit. Profesor, fillimisht përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën tjeni në këtë intervistë. Fillimisht do doja dija se deri ku kanë arritur punimet për ndërtimin e këtij objekti. Në qoftë se më lejoni, fillimisht desha të flas për idenë e ndërtimit të këtij objekti që shifet këtu, është planetariumi dhe observatori. Idenë e kam pas çmoti gjatë qëndrimit në përbot, do të thënë pjesën gjysmën e shekullit tim jetësor, kam patur dëshirë të kontribuoj në mënyrë të veçantë jo vetëm në aspektin material, por në aspektin jetësor, intelektual, shkencor dhe mësimor, dhe në këtë aspekt të lidhur me motivacionin e njerëzit. Duket pak ndoshta paradoksale se si ky objekt lidhet me emocionet e njerëzit apo me motivizimin për punë dhe për punë të ndershme, por t'ju them të drejtën gjithmonë moti kam pas dëshirë duke parë planetariume, observatorë dhe aktivitetet këtilla të cilat janë të lidhura me kozmosin, por që do mos lidhen me trupin e njerëzit, me të menduarit dhe qelizat njerëzore, dhe motivimin e tij për punë sa më efektive dhe të ndershme. Kam pas ëndër ta ndërtoj pikërisht e shihni atje shifet atje pjesë kufiri atje, ato tela atje është praktikisht kam pas bler sheshin atje, por gjerësia e sheshi ishte vetëm 12.3 metra. Kurse pjesa me poshtë atje është kisha bler për ta ndërtuar këtë planetarium dhe fillimisht bëra kërkesën për ndërtimin e tij në atë shesh atje. Në bisedë me intelektualët, natyrisht trimi i mirë me shok shumë. Është ashtu shpend. Dhe në bisedë me intelektualët, në veçanti me bisedë me doktor Palekan, shpalova këtë ide dhe dëshirë të kamotshme dhe se paraqita dhe problemin që është një distancë e vogël dhe se fakti që kushtet urbanistike nuk jepeshin nëse nuk ka akses, nëse nuk ka qasje me autobusa, me makina, në mënyrë që studentat, nxënësit të vinë në mënyrë masive të vizitojnë planetariumin dhe pastaj eventualisht bëjnë hulumtime në observator. Prandaj ai shesh i vogël ishte i papërshtatshëm meqenëse se nuk kishte qasje në rrugë kryesore. Unë mendoja të ndërtoj shkallë, i kam ndërtuar edhe shkallë deri poshtë atje, por megjithatë zgjidhen idenë me doktor Paleka, i tha që kishte më qenë mirë të ndërtohej këtu, me që këtë pjesë duhet ta destinojmë për planetariumin dhe observatorin. Kjo edhe ndodhi, kemi biseduar edhe në emisionet kaluara, bisedat kaluara rreth kësaj. Mirë, po tash punimet kanë filluar, kur pritet të përfundojnë edhe të vazhdojmë me tutje me intervistën për ditur se çka do të kemi nga ky observator. Ashtu faleminderit për këtë pyetje pat më saktësuar. Po them ka merit shumë të veçantë doktor Paleka, me që ai vuri gurthemelin me vullnetin e tij, gurthemelin pikërisht këtu, këtë troll kur gjendet, dhe natyrisht për të ndërtuar planetariumin dhe observatorin, pra për të patur qasje masive studentat dhe nxënësit, duhet të kenë infrastrukturën. Në infrastrukturë dhe pikërisht atë ditën që unë u befasova, më tha profesor, duhet mbajmë nga një fjalim, dhe se unë mbajta një fjalim të shkurt, por doktor Pali mbajti fjalim dhe tha që zotohem që pjesën tjetër do ta kryejnë komuna Gjakovës me infrastrukturë që konsiston me rrymen, me ujin, me kanalizimin dhe ujësielëse, do thonë infrastrukturën e cila është domosdoshme, sidomos rryma trifazëshe për aparaturën atje. Kam ndërmend që të theksoj vullnetin shumë të mirë të doktor Palit, kryetarit, por fatkeqësisht kaluan 3 vjet dhe nuk ka mundësit materiale, si që dini gjendja ekonomike përgjithsisht në Kosovë është e vështirë, në veçanti në Gjakovë. Prandaj janë premtime serioze që në momentin kur jepet mundësia, domethënë vëllimi kohor këtë aspektin ekonomik e material, do të fillon ndërtimi infrastrukturë, do të kryhet infrastruktura, me çast duhet të procedojnë me aktivitete tjera kështu për përfundimin dhe aktivizimin, domethënë futjen e makinerive. Në veçanti desha të siguruara makineria që do mos makineria fillimisht kam kështu teleskop, kam spektroskop, me të cilat duhet bëhen
matje, do flasim i çik më vonë. Por maqineria tjetër jam i lidhur me një zotëri Abdul Berisha, është drejtori i observatoriumit dhe planetariumit në Bonn, punon e jeton, ish studenti imi, punon e jeton atje që mase 16 vite në Bonn, dhe ai ka marrë përsipër që të bëjnë ndërtimin, do me thonë të bëjë montimin e veglerive të cilat një pjesë shumë me bukur të madhe eve që kemi. Por më lejoni të them edhe diçka tjetër, një merit veçantë i takon edhe drejtorisë apo udhëheqësisë Erenikut, kombinatit Erenikut, i cili pat kënaqësinë, pat nderin të na bëj lejimin në rrugës, me qenë se ky shesh 24 arsh i destinuar për këtë qëllim, që komuna destinot për këtë qëllim, për ndërtimin e planetariumit dhe observatorit dhe aktivitete për cilat do flasim momentalisht, duhet të ketë qasje nëpërmes të një rrugë që kalon në tokat e Erenikut. Ata na dhanë pëlqimin, bazë të cilave tani kemi marrë edhe lejen urbanistike, kemi marrë legalizimin e plot, dhe se në aspektin administrativo të ndërtues kemi marrë të gjitha ato të cilat ishin, nëse ju kujtohet, ishte diskutabile ndërtimi e tjera, por përfunduan gjitha, duke u falendruar në radhë parë konsekuencës dhe konsistencës se doktor Palekajt, i cili edhe një herë vuri në diskutim në Kuvendin Komunal, të cilët një zërit e aprovuan legalizimin e lokacionit dhe qasjen rrugore, dhe tani janë zotuar të gjitha ata një zërit që në momentin kur paraqitet mundësitë materiale do të procedohet me infrastrukturën të cilën e përmenda edhe pastaj të vijohet me aktivitete. Atëherë, profesor, duke parë se shumë njerëz janë meritor, por do thoya se ju jeni me meritori ai që keni nicu dhe do të vazhdoni. Po e zëni se kanë përfunduar gjitha punimet rreth infrastrukturës dhe ato. Do të ndalemi se çka do të punohet këto. Do të nisim nga seksioni i parë ai astronomisë. Në radhë parë duhet desha të them faktin që ideja ime është e kamotshme, realizimi i saj mund të kryhet vetëm duke kaluar nëpërmes të ndihmës, edhe një nga ndihmat është edhe juaja informative, TV Syrit, do thotë trimi i mirë me shok shumë. Dhe unë desha të falenderoj në një akt jo vetëm këta njerëz që i përmenda, por ne kemi krahas kësaj kemi themeluar një aktivitet apo një OJC, një organizatë shkencore ashtu OJC, që e quajmë neve Kozmosi dhe Njeriu. Është qendër edukativo shkencore. Kozmosi është fjala për hulumtimin e kozmosit, me qenë se në planetarium mësohet për kozmosin, në observatorium maten instrumentet dhe mund gjenden me anë të instrumenteve dhe spektroskopisë, mund gjenden të vërtetat të cilat akoma nuk i ka gjetur mendja njerëzore, në të ardhmen shpresojmë kështu. Por për ta përcjell këtë aktivitete tjera, ne themeluam një trup punus. Një trup punus i cili më lejoni t'ju informoj shpend që ka karakter gjithkombëtar. Kryesisht përbëhet për intelektualëve gjakuar, duke filluar vje fjala profesor dr. Masar Izvanolli, i cili është nënkëryetar i qendrës edukative shkencore të quajtur Kozmosi dhe Njeriu. Dhe më vonë do të flasim pse quhet Kozmosi dhe pse edhe Njeriu i bashkangjitet këtij titulli. Por duhet të them që ekziston një numër njerëzish, do thotë ekziston bordi, ekzistojnë një antarësi mjaft të gjerë, e cila është konstituar që në vitin e kaluar. Dhe tani kemi sekretaren, do me thënë, i cila është profesionale. Titulli i qendrës edukative shkencore quhet Kozmosi dhe Njeriu. Ka 4 seksione. Seksioni i parë është seksioni i kozmologjisë, i astronomisë. Astronomia janë koncepte ekuivalente, por aludohet, do thotë mendohet, që të studiohet, do me thonë, të mësohet koncepti i kozmosit, i gjithësisë, e kjo bëhet nëpërmes të planetariumit. Ata që kanë parë planetariumin për herë të parë në jetën e vet, dhe pastaj ngjarjet pasojnë gjatë tërë jetës, thonë që ai është një nga ngjarjet më karakteristike, fascinante, jetësore, psikologjike që mbajnë trunin. Do thotë mendja njerëzore ngacmohet në mënyrë të veçantë me ato mjete auditive vizuale. Ajo kupol që shifet atje gjeneron, do të thonë, një imazh tridimensional brenda, dhe se me mjeshtri kështu optiko dinamike, njeriu futet në gjithësi atje. Dhe për një moment
si gjys i shtrirë, atje futet në thellësitë e gjithësisë, sheh se kur ka lind galaktika jon, kur ka lind, kur vdes dielli, si është morfolozia e yjeve, si është galaktika, kur ka lind universi, si ka filluar Big Bang dhe çfarë kohë shkojnë gjithë ato të cilat sot në përpikni studiohen në CERN. Do thotë është një ngjarje e cila do ta studiojnë njerëzit, do ta përjetojnë njerëzit në mënyrë shumë pedagogjike, në mënyrë shumë transparente dhe do të keni një përjetim të veçantë. Aty ajo pjesa e djathtë aty është që është e rrafsh, përfundi do të jetë një jack, një objekt i cili do të ngrit teleskopin lart dhe në mënyrë teleskopike do të analizohen në mënyrë shkencore, do të mirren informacione dhe në mënyrë spektroskopike do të analizohen dhe ka mundësi që njerëzit thashën këtu janë të lidhur profesor Maria Dade që jep astronomi në Universitetin e Tiranës, por antar nderi është edhe një zojë e cila Mersini, e cila shumë është mirënjohur në tërë botën, ka bërë një zbulim kolosal dhe ka trondit kozmologjinë botërore. Antar nderi janë edhe, do thot, mesin tjerë është edhe Adem Demaci, me qenë se do të flasim për seksionin e fundit. Por në qoftë se ka mundësi të kalojmë në seksionin e dytë, me qenë se ashtu. Seksioni i dytë i takon nanoskopisë. Nanoskopisë. Është paradoksale ndoshta për ju shpend, ne flasim për objekte shumë të mëdha të karakterit astronomik, por është edhe një kozmos tjetër në thellësi shumë të vogla mikrostrukturale, nanoskopike që do të thotë 10 fuqinë -9. Aty zhvillohen ngjarje qoftë karakterit të gjallë ose të vdekur, të cilat mendja njerëzore është shumë korreshtare të nje. Dhe njohja atyre na mundson njohjen jo vetëm të materjes në tërësi, por edhe njohjen e materjes së gjallë dhe jetës materjes koshiente apo apo inteligjente. Dhe kjo inteligjencë e cila manifestohet në nivel 10 fuqinë -9 përkatësisht në nivel të DNA apo në nivele shumë të vogla që quhet truri elementar, ku manifestohet metabolizmi, energjia dhe gjitha ato të cilat e determinojnë tërsinë, si qeliza elementare, po determinojnë lëvizshmërinë, tërsinë dhe trurin mirëqenien e tërësishme të trupit të njeriut. Ato do të analizohen në mënyrë nanoskopike. Pra aty do të jetë një nanoskop dhe njerëzit do të kenë mundësi të analizojmë jo vetëm në aspektin të vdekur, do të nanoskopinë, me qenë se nanoteknologjia do të jetë vazhdimsi i revolucionit tekniko-teknologjik ne jemi në shekullin e teknologjisë informative. Si vazhdimsi e shekullit të teknologjisë informative do të jetë shekulli i nanoteknologjisë. Prandaj ne startojmë pikërisht në këtë muaj, në këtë kohë të qabratit, me hulumtime nanoteknologjike të cilat për herë të parë do të nxjerrin rezultate shkencore. Pse them unë kështu, me çfarë kompetence? Parasysh se kam një numër bukur të madh punimeve shkencore me të cilat kam ndërprertuar në botën jashtme, dhe ja për shembull vjetin e kaluar në Kinë më paraqit me një ligjërat të thirrur për energji të reja, mundësi të reja të energjive alternative për të cilat do të flasim në seksionin tjetër, të cilat janë të lidhura me efikasitetin e nxjerrur nga strukturat nanoteknologjike të cilat i kam nxjerrur me kolegët me asistentat e mi atje ku punojnë në laborator në një universitet i cili ka një projekt shumë kolosal, shumë kështu të fuqishëm, është projekt amerikano-kuwaitas që e udhëhequr nga profesor Kassesent, unë edhe disa kolegë nga NASA. Mirë, atëherë a do të kalojmë tash tek seksioni i tretë, ai i energjisë diellore të përtrijshme dhe i ambientit. Kjo është shumë me rëndësi të theksohet që pikërisht në këtë kohë të qabratit, ndonse fjala për astronominë, këtu në kuadër këtij seksioni ne do të bëjmë hulumtime të burimeve të reja të energjetike dhe në të njëjtën kohë të japim koncepcione për ardhmërinë dhe efikasitetin dhe mënyrën e zhvillimit të energjetikës në Kosovë. Ju më thoni me çfarë kompetence, po unë në vitin 2008 kam organizuar një konferencë ndërkombëtare, të karakterit ndërkombëtar këtu në Prishtinë dhe kemi nxjerrë librin i cili energjetika dhe ndotja. Ky libër i cili me pa modesti, ndoshta duket jo modeste, po them është libri më me kompetencë, me që njerëz nga tërë bota kanë dhënë se si duhet të zgjidhet problemi i energjetikës në Kosovë, në veçanti domosdoja e futjes së energjive alternative, sidomos qelizave solare dhe pikërisht për këtë kam një projekt shumë madhështor në cilin jam udhëheqësi i atij projekti dhe do të jetë edhe 2 vjet tjera
ashtu përveç aktivitetet e mia të cilat i kryj diplomatike, bëj udhëhecjen e këtij projekti, i cili do të nxjerrë një qelizë 3 sollare, e cila akoma tani nuk ekziston për tani në mundësinë e konvertimit energjetik nga energjia diellore në energji elektrike dhe përndarja e saj. Profesor, seksioni i fundit i kësaj është seksioni i vlerave pozitive kozmologjike. Kjo është shumë e rëndësishme tani. Dhe duket po ashtu ndoshta paradoksale se si kozmologjia energjetika, nanoskopia të lidhur me të menduarit apo motivimin e njerëzit për të menduar në mënyrë pozitive. Shikoni, për të lëvizur duhet të ekzistojë diferenca potenciale. Për të lëvizur duhet të ekzistojë një ndrim i shtypjes. Për të lëvizur njeriu duhet të ekzistojë një motivacion. Ku gjendet ai motivacion? Shkenca bashkëkohore psikologjike, që t'ju them shpend, definicioni koshiencës akoma nuk është i qartë, domethënë ne nuk dimë ç'është koshiencia. Por megjithatë shkenca bashkëkohore, do thotë psikologjike, pranon që motivimi, mençuria fillon nga qeliza elementare, siç thashë ty, nga DNA. Në nivelet nanostrukturore analizohen mirëqenia e qelizës, mirëqenia e qelizave në tërësi, në mënyrë integrale apo holografike determinon mirëqenien trupore. Prandaj pikërisht ky objekt, qeliza si objekt kozmologjik, i cili ka ndërlidhje me trupin e njeriu të lidhërisht edhe me kozmosin tërësi, dhe se për cilin flasin Vedat edhe ashtu filozofia e mia vjeçare, themi 5-6.000 vjeçare më herët flasin për këtë mundësi të lidhmërisë, pra qeliza dhe trupi i njeriut si sistem kozmologjik. Tani shkenca bashkëkohore ka qelë sy dhe është të vërtetuar që ekziston një lidhmëri shumë direkt në mes të koshiencës qelizore, koshiencës trupore, trurit dhe kështu. Tani në mënyrë konkrete të flas shpend, në mënyrë konkrete do të them kështu. Ja për shembull truri, koka juaj është 6.3% në krahasim me trupin. Mirë, po megjithatë është të koncentruar mençuria dhe ardhmëria e jetës juaj, mirëqenies juaj pikërisht ndodhet aty. Prandaj ndonë se ne jemi pak me këtë aktivitet intelektual, pra jo vetëm ky seksion, por aktiviteti apo qendra e quajtur kozmosi dhe njeriu. Jemi pak fillimisht, por do të jemi shumë dhe pastaj gjithë së bashku do të bëjmë një kontribut veçantë ashtu siç truri pretendojmë të bëjnë të mirëqenien trupore. Prandaj të menduarit pozitiv është ai i cili është i bazuar në motivimin. E ne mendojmë që me diturinë kozmologjike, me diturinë nanoskopike, me këto dituri të cilat do t'i përjetojnë ata njerëz, si thuhet, në mënyrë simbolike me lkurën e tyre, me veshjet e tyre, me shqisat e tyre, pra me 5 shqisat, të gjenerojmë edhe disa informacione të tjera transcendentale dhe të bëjmë një motivim të njerëzve për të menduar në mënyrë të ashtu quajtur kozmologjike, në mënyrë pozitive. Të themi që nuk është gjithçka materiale, gjithçka e shprehur në dollar, në euro, por ka vlera shumë të mëdha të cilat janë vlera njerëzore, dhe nëse ato i mësojmë mirë, ato i përjetojmë mirë, me ato manipulojmë në mënyrë të suksesshme, me ato energji ne i manipulojmë në mënyrë të mençur, në mënyrë deterministike, në mënyrë me një mençuri të organizuar siç është në DNA ose trurin e mirëfillt të njeriut, e ne pretendojmë pra me këtë qendër kozmosi dhe njeriu të jemi një tru, po them kështu paktën herë në fundit e kemi marrë si vendim formal, të jemi një tru në një nivel ashtu gjithkombëtar. Them gjithkombëtar se këtu marrin pjesë shumë intelektual, shumë akademik, shumë intelektual, radhpar gjakuar, dhe për këtë arsye ekziston këtu ne themi në një pikë në piedestal Gjakovës, por që nga këtu do të shëndrisin shkendia të mendimit pozitiv, të dijes kozmologjike, dhe njerëzit shpresojmë që duke ardhur val mas njerëzve të moshave të ndryshme, natyrisht me ashtu në një shadrvan me një përjetim kështu pozitiv, të mësojnë ç'është kozmologjia, të mësojnë ç'është nanoskopia, të mësojnë ç'është energjetika, të mësojnë ç'ka është mshefësitë të cilat manifestohen në 10 fuqinë -9, pra në nivelin e DNA, të mësojnë ato që janë ma ajka e dijes apo piedestali i dijes bashkëkohore, dhe me ato të gjenerojnë një vullnet pozitiv, të menduar në mënyrë pozitive, që të motivizojmë të ecim në mënyrë përpara, si kohën të përparuar, në aspektin pastaj edhe gjenerimit të vlerave. Njëherë për gjithmonë të mendojmë për sjelljen e rrotës ekonomike. Rrota ekonomike është shumë problematike të sjellet me qenë se ekzistojnë motive të shkapërdredhura. Sinkronizimi i motiveve duhet bëhet nga një bërtham. E kjo bërtham është truri i njerëzit. Ne mendojmë, mos ta quaj tru të Gjakovës ose tru të Kosovës ose gjithë shqiptarë qendrën tonë kozmosi dhe njeriu. Po të mendojmë që të jetë një qendër nga e cila
do të absorbohen intelektualet më eminent nga bota dhe Gjakova dhe Tirana dhe Shkupje e kështu me radhë, dhe që të mobilizojmë pra një dituri, një energji e cila do të kontribojnë në mirëqenien kombëtare, pastaj edhe ekonomike, shkencore e tjera. Kam shpresë shumë të madhe që herën tjetër shpend do të vim këtu t'i shohim fëmijët e studentat val, ashtu me autobusa, edhe se këto që po i them në mënyrë teorike, besoj që do t'i shohim në mënyrë kështu praktike, dhe të fillojmë një realizim praktik të kultivimit të shkencës, kulturës, diturisë, planeve konkrete të zhvillimit ekonomik, teknologjik dhe mirëqenies së avenirit sa më afatlumt të kombit tonë. Urojmë edhe ne si televizion që kjo të ndodhë shumë shpejt, që kjo qendër të nisë punën shumë shpejt dhe të kemi mundësinë edhe ne t'i vizitojmë ata studentë. Ju falenderojmë për kohën që gjetët dhe intervistën. Ju faleminderit shpend juve, stafën juaj TV Syrin që me mirëqenie gjithmonë me mirëkuptim gjithmonë ka përkrahë, domethënë përcjellin informacione të qytetarët e Gjakovës, të intelektualet të cilët kërkoj falet që si përmenda, por janë një numër shumë i madh tani në qendrën tonë Kozmosi dhe Njër. I falenderoj të gjithë qytetarët që me admirim e shohin këtë kupol që në cilin do të projektohen ngjarjet astronomike dhe kozmologjike, dhe me këto falenderimet ngrohta me një mendim të tillë pozitiv desha të përfundoj edhe mendimin tim. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve që patët kohën dhe na ndoqët në këtë emision. Bashkë miru pafshim.